Këshilltarët e BDI-s në komunën e Çajirit kërkuan shpalljen urgjente të një thirrje publike për evidentimin dhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga rreshjet e shiut. Ata kërkojnë që Komisioni për vlerësimin e dëmeve të nisë mënjëherë punën në terren dhe qytetarët të dëmshpërblehen pa vonesa. BDI gjithashtu kërkon përgjegjësi institucionale për, siç thon, gjendjen e krijuar, duke ngritur pyetje mbi mungesën e infrastrukturës për mbrojtje nga vërshimet. Në seancën e djeshme të Këshillit të Komunës së Çajirit, ne këshilltarët e AKI-s kërkuam nga komuna që mënjëherë të shpallë thirrje publike për evidentimin dhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e fundit. Qytetarët e Çajirit nuk kanë nevojë për justifikime, ata kanë nevojë për veprim. Dhjetra familje dhe biznese kanë pësuar dëme serioze, ndërsa institucionet ende nuk kanë dalë me një plan të qartë se si do të trajtojnë këto pasoja. Prandaj kërkuam që Komisioni për vlerësimin e dëmeve të fillojë mënjëherë punën në terren, të evidentojë çdo dëm dhe të përfundojë procedurat në afatin më të shkurtër të mundshëm, në mënyrë që qytetarët të kompensohen sa më shpejt. Nga ana tjetër, komuna e Çajirit i hedh poshtë pretendimet e këshilltarëve të opozitës, duke theksuar se Komisioni për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë është formuar që në muajin maj. Sipas komunës, mënjëherë pas rreshjeve, ekipet kompetente kanë dalë në terren dhe ka nisur evidentimi i dëmeve. Komuna thotë se procedurat për vlerësimin dhe kompensimin e dëmeve po zhvillohen sipas ligjit dhe akuzon opozitën se po kërkon më asaj që tashmë janë ndërmarrë. Menjëherë pas rreshjeve të dendura, ekipet e komunës së Çajirit, shtabi i krizave, ndërmarrjet publike dhe institucionet kompetente dolën në terren dhe ndërhyjnë në të gjitha lokacionet ku paraqitet nevoja. Paralelisht ka nisur evidentimi i dëmeve të paraqitura, ndërsa Komisioni do të vazhdojë procedurat e vlerësimit dhe përpunimit të tyre në përputhje me metodologjinë dhe afatet e përcaktuara me ligj. Nga kjo rezulton se këshilltarët e opozitës kërkojnë të bëhet diçka që është bërë që në muajin maj të këtij viti. Komisioni është formuar me vendim të Këshillit të Komunës, që do të thotë se të gjitha këshilltarët, përfshirë edhe ata të opozitës, kanë qenë në dieni se ky trup është formuar. Kujtojmë se rreshjet e dendura të shiut që përfshin Shkupin dhe veçanërisht komunën e Çajirit para 2 ditësh shkaktuan përmbytje në rrugë, obore, shtëpi dhe biznese, duke lënë pas dëme materiale. Qytetarët raportuan vështirësi në qarkullim dhe dëmtime të pronave, ndërsa ekipet e komunës dhe institucioneve kompetente intervenuar në terren për pastrimin e zonave të prekura. Pas përmbytjeve janë shtuar edhe thirrjet për evidentimin e dëmeve, kompensimin e qytetarëve dhe marrjen e masave për të parandaluar situata të ngjashme në të ardhmen.